Në Gjirokastër në fushën e Kardhiqit është përkujtuar 83 vjetori i krijimit të batalionit partizan Asim Zeneli. Në aktivitetin e zhvilluar në lapidarin në nderim të kësaj ngjarjeje historike, ishin të pranishëm përfaqësues të Bashkisë Gjirokastër, organizatës së veteranëve, familjar të dëshmorëve e të tjerë. Sot ulemi me nderim përpara kujtimit të luftëtarëve të batalionit të Asim Zenelit. Në këtë 83 vjetor shprehim nderimin, kujtesën dhe mosharesën e këtyre luftëtarëve. Si sot, 7 gusht 1943, u krijua batalioni Asim Zeneli me partizan nga qeta Hajredin Tremishti, Toto Bolena, Avni Rustemi dhe Qerqistopulli. Ky batalion është i pari në qarkun e Gjirokastër si formacion luftarak, me rreth 360 partizan. Këtu u bë betimi komisar Shevket Peçi, komandant Rizavejpi. Komisar Shevket Peçi i dorëzoi flamurin e batalionit partizanit më të vogël, partizanit Flamur Micka nga Nivica e Kurveleshit. Në këtë formacion partizan u përfshin bija të krahinave të Kardhiqit, Kurveleshit, Gjirokastrës, të cilët dhanë një kontribut të rëndësishëm në luftën antifashiste nacional çlirimtare. 104 dëshmorë të këtij formacioni partizan dhanë jetën në luftën kundër okupatorit nazifashist në emër të lirisë dhe idealeve demokratike. Nuk do t'i harrojmë kur dhe do ta bisedojmë dhe me brezat e ardhshëm, me fëmijët tanë dhe të tjerë të t'i kujtojnë me respektin më të madh, sepse u takon të vënë në pedestalin më të madh, më të lartë. Kemi ardhur këtu, familjarë të dëshmorëve të tjerë, për të përuruar, për të përkujtuar ata djemë e vajza të këtij batalioni, që dhanë gjakull në jetën e tyre për çlirim kombëtar dhe shoqëror. I paharruar qoftë kujtimi i tyre. Gjithmonë labitarit e kësheshin mblidhen bijtë e Kurveleshit, mblidhen bijtë e Labërisë Shqiponja dhe Shqipërisë, mblidhen bijtë e Kurveleshit si në gusht të 43-shit. Dy heroj na përshëndesin, Asim Zeneli, Shevket Peçi. Vlerësimi dhe përkujtimi i ngjarjeve historike është pjesë e kalendarit të aktiviteteve të zhvilluara përgjatë këtij viti në Gjirokastër.